Mirë, përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi në ridibet në fazën eliminatore, dita e parë e cila përcakton edhe çerek finalistët e parë. Pasi kemi ndjekur 3 debate deri tani dhe kemi zbuluar shkollat që janë kualifikuar, që unë do doja t'i përmendja. Sami Frashëri nga Tirana, me Naim Frashëri nga Durrësi dhe Asim Zeneli nga Gjirokastra. Pra, skuadra që do të kualifikohet në këtë debat që do të ndjekim tani, do të ketë drejtën e debatimit me shkollën Asim Zeneli nga Gjirokastra. Sot jemi me 2 shkolla të tjera në këtë takim, në këtë sesion të radhës, me shkollën Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga Kruja, një duar tërkitje për shkollën. Dhe përballë tyre shkolla Ari Fulc nga Tirana, shkolla profesionale, e cila rikthehet këtë vit, si çdo vit me ngjyrën portokalli. Është rastësi, nuk është se e kemi vendosur, por duket që do mbeteni portokalli, pra do jeni kështu nga të dy krahët. Mirë, faleminderit. Okej, mbasi kemi prezantuar shkollat që do të jenë në këtë sesion debati eliminator, do të prezantoj edhe jurin që do të vlerësoj sot debatin, duke nisur nga Brisida Sura, e cila rikthehet në ridibet, pjesë e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, një nga donatorët që kanë mbështetur edicionet e kaluara të ridibet. Faleminderit Brisida që jemi ne. Dhe dua të falenderoj edhe Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofi që na ka bërë të kemi këto 2 vajza kaq të mira dhe kaq të drejtë për drejta dhe objektive për sa i përket gjykimit, Qamile Caca dhe Eugena Gjoka. Një duar tërkitje për to. Ju e dini që jemi në fazën eliminatore, kështu që do të kemi një të eliminuar dhe një që do të ketë mundësinë për të debatuar në debatin e radhës, që është debati çerek final. Pra ju do të jeni pjesë e çerek finales së parë. Shumë suksese të dyja shkollave, ndërkohë që do të bëjmë edhe shpalljen e temës. Tema për debatin e parë, ju lutem, Brigilda më ndihmo me kompjuterin. Ndërkohë që Brigilda e shfaq edhe në ekran, unë po e lexoj, meqense kam këtu, rëndësia e riciklimit, bëjmë mjaftueshëm. Kjo është tema për cilën do të debatoni. 9, Brigilda. Okej. Besoj e kemi të qartë të gjithë temën. Okej. Do të përcaktojmë tani edhe qëndrimin që do të mbajnë 2 skuadrat, kështu që do të ftoj një nga anëtarët e Skënderbeut, më falni, për të përzgjedhjen e qëndrimit në këtë debat të parë që vë në përballje të 8 anëtarët e skuadrës. E zbulojmë dhe e drejtojmë nga kamera. Pro? Okej. Po, patjetër. Patjetër. Vitin tjetër do vit më madh të prezantojmë. Finalen e vogël, Gena. Mirë, për te shakave, këto janë 2 qëndrimet që do të mbajnë skuadrat. Po, faleminderit. Do të keni 7 minuta kohë për gatitore, suksese.
Pyetja kryesore. Do të them vetë, nuk do bëj këto shkujtat që të kem, se desha më prish punë nëse kam bosh vetë, më irriton, edhe harroj komplet. Përshëndetje Arben, unë jam Nikolas, të falenderoj për argumentin, doja të bëj pak një argument, më veçantë. Do them edhe unë ato si gjeta. Nuk jam të parë si doja të falenderoj Jemi gati, të fillojmë me debatin e parë. Do të hapi këtë debat shkolla nga Kruja, Skënderbeu, do të pasoj pastaj Ari Fulc nga Tirana. Shumë suksese të dyja skuadrave, mund të filloni tani. Përshëndetje, unë jam Elisa Lubani nga Gjimnazi Gjesh Kastrial Skënderbeu Kruj. Si fillim dua t'ju uroj sukses gjimnazit kundërshtar. Në temën e sotme ne mbajmë qëndrimin për rëndësisë së riciklimit apo bëhen mjaftueshme. Riciklimi nuk është thjesht një ndarje e mbetjeve, por është mënyra e ndërgjegjësimit të njerëzve, ku tek ne po përparon dita ditës. Si që dim në Shqipëri, dhe sipas statistikave, 18.7% e mbetjeve po riciklohen dhe po çohen landfillet përkatëse. Përqindje kjo që po rritet nga viti në vit. Gjithashtu në vende të tjera në Ballkan kanë përmirësime, si Kroacia, e cila pas anëtarësimit në BE ka rritur numrin me 57.5% të mjeteve të ricikluara. Shqipëria ka vendosur ligj në vitin 2022 për ndalimin e përdorimit të qeseve njëpërdorimshme. Gjithashtu, me lëvizje qytetare si ta mbrojmë Shqipërinë, ne po ndërgjegjësojmë njerëzit nga dita në ditë. Dhe ndoshta Shqipëria nuk ka arritur maksimumin e gjithçkaje, por shihet një dritë në fund të tunelit, dhe kjo është gjëja më e mirë drejt një të ardhme më të mirë për riciklimin. Faleminderit. Hapër kemi, okay. Përshëndetje, që Arben Kremali, për asim të institutit Ari Fulc, dhe ne jemi kundër temës. Dhe të falenderoja shumë parafolsen për përmirjen e faktit se çfarë jemi duke bërë ne për pjesën e riciklimit. Dhe këtu dua të fokusohesha tek një ndër elementet që ne shohim gjithandej rreth nesh, alumini, që nga trupat e avionit tek pajisjet tona elektronike si celularët që neve i mbajnë nëpër xhepa, tek kompjuterat, makinat, alumini është një element i cili është gjithandej rreth nesh. Dhe sipas IEA-s, para 2 ditësh, neve momentalisht nuk do dhemi mbrapa, por jemi shumë mbrapa me planet që kemi bërë për uljen e nivelit të prodhimit të aluminit nga burimet e para dhe për rritjen e riciklimit. Sipas Rauter, në 2025, riciklimi i aluminit kursen mbi 95% të energjisë në krahasim të prodhimit të tij me lëndë e para. Pra, shohim që riciklimi mund të ketë një benefit shumë të madh, por a jemi duke e marrë këtë benefit? Jo. Vetëm 20% e prodhimit botror të aluminit vjen nga scrap, pra nga lëndët e para. Kjo do të thënë që 80% e aluminit vjen nga lëndët e para. Kjo sjell konsumim. Përshëndetje, jam Alicia Blushi, dëgjova me vëmendje argumentin tënd. Ashtu siç the edhe ti, prodhimi i aluminit nga lëndët e ricikluara kërkon 95% më pak energji se sa nga lëndët e para. Çka do të thotë kjo një është një përqindje goxha e lartë për një kursim energjie goxha më efikase. Gjithashtu përveç aluminit, edhe çeliku kursen energji me 74%, ashtu edhe letra me rreth 60% kursim energjie. Përpos kësaj, më pak përdorim energjie do të thotë më pak djegje lëndësh fosile, pra më pak ndotje dhe gjithashtu përmirësimi i shëndetit publik. Pasi
një informacion që është marrë nga Organizata Botërore e Shëndetit në vitin 2020, shumica e sëmundjeve respiratore dhe kancerogjene vjen pikërisht nga këto mbetje që përfundojnë në landfille. Përveç kësaj, ne këtë energji mund ta përdorim fare mirë, pra energjinë që përdorim për ta nxjerrë, për punuar edhe transportuar, mund ta përdorim për industrinë vendase, për rrjetin tonë elektrik apo për përjetime të ndryshme njerëzore. Besoj e thatë dhe vetë që ka shumë përfitime, edhe nuk ka se si alumini të krijohet me 80% për Përshëndetje, unë quhem Vanessa Daci dhe vi nga Instituti Harry Fults. Jam kundër tezës dhe ju dëgjova me shumë vëmendje, por ne nuk po kryejmë riciklim për materialet e mësipërme që ju përmendët. E dyta, pavarësisht përpjekjeve që këto kompani po bëjnë, siç ju dhe thatë, ne nuk po bëjmë mjaftueshëm, pasi kompanitë ndotëse nuk po hasen me pasojat që shkaktojnë për këto ndotje që ata bëjnë. Si mund të fajsojmë ne gjithmonë konsumatorin, për shembull për një qese plastike, kur kompanitë si fabrikat industriale hedhin mbetje kimike kudo pa u përballur me pasojat reale për dëmin që bëjnë. Ndryshimi duhet filloj nga ai që me të vërtet bën ndotje, që në këtë rast janë aktorët e mëdhenj të industrive. Së dyti, në vitin 2024, studimi i AKM-s tregonte se mbi 62% e fabrikave në Shqipëri i hedhin mbetjet pranë lumenjve dhe të patrajtuara siç janë të shkruara në përligje. Dhe kjo tregon se në të vërtetë nëse ne duam ndryshim, faleminderit. Përshëndetje, jam Zamira, e dëgjova me vëmendje argumentin tuaj, por më duhet të kundërshtoj, për shkak se riciklimi nxjerr ndërgjegjësimin mjedisor. Ne e dimë shumë mirë që riciklimi nuk është vetëm një veprim fizik i ndarjes së mbetjeve, por është një proces edukimi që formon qytetar përgjegjshëm. Kështu për shembull, kur njerëzit riciklojnë, fillojnë të kuptojnë ndikimin që kanë veprimet e tyre në mjedis. Sipas një studimi të Agjencisë Europiane për Mjedisin, vendet të cilat kanë sistemet më të zhvilluara të riciklimit dallojnë apo shënojnë edhe si vendet me sistemet më të larta të ndërgjegjësimit për ndryshimet klimatike. E thënë kështu në vende si Suedia dhe Gjermania, të cilat riciklimi është i përfshirë dhe i rregulluar që në shkollë, dallojnë që ndërgjegjësimi për çështjet mjedisore është rritur ndjeshëm. Për shembull, në Gjermani 90% e qytetarëve ndajnë mbetjet dhe janë të informuar mbi ndikimin e ndotjes. Krahasuar kështu me vende ku riciklimi injorohet, ku njerëzit e shohin mbrojtjen e mjedisit si diçka të largët, rezulton i qartë se riciklimi është një hap i parë për një shoqëri më të informuar dhe më të kujdesshme. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Sara Çela dhe mbaj tezën kundër temës. Atëherë, ashtu siç thatë ju, në fakt, njerëzit kohët e fundit janë mbi të informuar për riciklimin, një gjë që çon në një paralizë informacionesh. Njerëzit nuk po riciklojnë sepse kanë informacion, por sepse varen nga kjo paralizë. Ky paraliza e informacionit është një fenomen psikologjik ku njerëzit ndihen të demotivuar përballë ndotjes së madhe që ka pushtuar botën tonë. Dhe pikërisht, këta njerëz mendojnë se veprimi dhe ndryshimi për riciklimin nuk vjen vetëm nga individi vetëm. Sipas UNEP, një agjencie të mjedisit europiane, 60% e njerëzve në vitin 2023 hutohen përpara koshave të mbeturinës që janë të ndarë. Kjo tregon se sepse ka shumë informacion mbi riciklimin, njerëzit në fakt riciklojnë vetëm 35 ose deri në 45% të mbetjeve që prodhohen çdo ditë sipas Recycle Now. Pra, ne riciklojmë shumë pak nga çdo mbetje që prodhohet në jetën tonë të përditshme. Dhe kjo tregon se nuk po bëhet mjaftueshëm. Faleminderit. Përshëndetje, jam Samantha dhe mendoj se riciklimi nuk konsiderohet vetëm si një veprim simbolik, por edhe si një mënyrë efikase për të ulur ndotjen dhe për të frenuar ndryshimet klimatike. Në vitin 2022, përmes riciklimit, Europa arriti të shmangë rreth 150 milion ton dioksid karboni, sipas EURIS, një ndër kontributet më të mëdha për të frenuar ngrohjen globale. Riciklimi gjithashtu zvoglon nevojën për prodhimin e lëndës së parë dhe për djegjen e mbeturinave që shkaktojnë ndëndje ekstreme në ajër. Në Shqipëri, ndotja e ajrit në disa vende, në disa qytete si Tirana dhe Elbasani, është 2 deri në 3 herë më e lartë se sa normat e liruara nga BE për shkak të djegjes së mbeturinave dhe për shkak të mungesës së sistemeve efikase të riciklimit. Pra, për ndotjen e dukshme dhe për shëndetit publik të rrezikuar, riciklimi është një ndër hapat më të rëndësishëm për mbrojtjen e tyre. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Heldi Toçi nga shkolla Harry Fults dhe dua të them që, riciklimi është shumë i mirë, por
sa është i mirë ai kur kompanitë në Shqipëri nuk riciklojnë siç duhet, sipas një studimi të Bankës Kombëtare në vitin 2023, theksohet që kompanitë shqiptare të riciklimit kanë shpenzuar $66 milion amerikan në investime. Dhe nga këto, ekonomistë të vendit tonë i kanë dhënë vetëm $3.4 milion, që është më pak se 5% i të gjithë investimeve totale. Për më tepër, po nga njëjti studim, Shqipëria ka kapacitet riciklues prej 498.000 kiloton në vit dhe aktualisht riciklon vetëm 138.000 kiloton në vit, duke e bërë më pak se 10% i të gjithë mbetjeve të gjeneruar në mbar kombin. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Jezerca. E respektoj mendimin tënd, pra nuk mendon se duhet të marrim dhe anën pozitive të riciklimit, siç është ajo e zhvillimit të ekonomisë qarkulluese. Dhe këto do ta bazoj në disa statistika që ta bëj sa më të besueshme dhe të kuptueshme nga jo. Atëherë nga Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit marr informacion që në 10.000 ton mbetje të ricikluara krijojnë 36 vende të reja pune, ndërsa në po të njëjtin numër mbetje të depozituara krijojnë vetëm 6 vende të reja pune. Gjithashtu, industria e riciklimit në BE na tregon se duke ndjekur këtë sistem janë krijuar dhe gjenerohen rreth 500.000 vende të reja pune, duke përfituar edhe 6 miliard euro për vit. Kjo është shifër mjaft e madhe e cila mund të zhvillojë vendin dhe ekonominë e tij. Por rëndësi të madhe ka edhe kursimi ekonomik. Duke ricikluar metale si alumini apo bakri ndihmon në uljen e kostos së prodhimit nga 60 deri në 95%. Kosto kjo që do të ndihmonte të mos nxirrej më lënda e parë, që është proces si shpenzues ashtu edhe ndotës. Përshëndetje, unë jam Mirsa Nakuçi nga Instituti Harry Fults dhe mbaj qëndrimin kundër tezës. Dua të falenderoj parafolsen për argumentin e saj, por dua të theksoj që në një botë ku papunësia dhe pasiguria ekonomike janë sfida të përhershme, riciklimi nuk fokusohet vetëm tek mbrojtja e mjedisit, por edhe te zhvillimi ekonomik. Koncepti i ekonomisë qarkulluese shkon përtej riciklimit. Ai synon krijimin e një sistemi ku burimet përdoren në mënyrë të vazhdueshme. Sipas një studimi të Bankës Botërore të vitit 2023, ku tregon se Shqipëria ka potencial për të ricikluar dhe ripërdorur mbi 40% të mbetjeve nëse ndërtojnë struktura të përshtatshme dhe ndarje në burime. Shembujt dhe parashikimet nga BE-ja tregojnë se vendet që kanë zgjedhur një strategji serioze për rritjen e normave të riciklimit kanë pasur shumë përfitime, si në mbrojtjen e mjedisit edhe në mundësinë e mira qytetarëve për vende të reja pune. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Klera Murati, e dëgjova me vëmendje argumentin tënd, por mendoj se si BE-ja ashtu edhe shtetet parimtare kanë arritur që të kenë nivele të larta të riciklimit. Riciklimi është një nga mënyrat më efikase në ditët e sotme për mbrojtjen e mjedisit dhe për ruajtjen e burimeve natyrore, duke e bërë kështu Shqipërinë një ndër vendet të cilat është një ndër vendet që nuk është shumë i zhvilluar, ama ka arritur që të ketë nivele të riciklimit, siç janë parë në vitin 2023, ashtu siç cituat edhe ju, me 17%. Po ashtu edhe Kosova, një ndër vendet e Ballkanit, ka arritur që të ketë riciklim deri në 10-12%. Pra kjo tregon që shifrat vazhdojnë dhe po rriten. Dhe për sa i përket Gjermanisë dhe vendeve të Ballkanit, dhe ato kanë arritur që të kenë një nivel të lartë të riciklimit, duke bërë kështu të mundur që mos kenë më mbetje të pariciklueshme. Pra duke bërë kështu si Suedia dhe Zvicra që të kenë vetëm 1% të mbetjeve të shkojnë në landfille. Atëherë, nëse riciklimi nuk ka ndikim pozitiv për ekonominë, si e shpjegoni faktin që një vend i zhvilluar nga BE gjeneron 500.000 vende pune nga ky sistem riciklimi dhe se nga çdo 10.000 mbetje të ricikluar i krijojnë 6 herë në më shumë vende pune se nga depozitimi i tyre. Përshëndetje, unë jam Briana dhe doja t'ju falenderoja Klea për argumentin, por doja të shtoja pyetjen si mund ta mbrojmë në mjedisin kur prodhimi vetëm vazhdon dhe rritet. Atëherë, ne jemi duke ricikluar, por prodhimi është duke u rritur në një mënyrë të qëndrueshme. Ky është prodhimi i fibrave sintetike si poliestra. Pra, sipas një raporti nga Textile Exchange në 2024, tregu global i fibrave arriti rekord 124 milion ton, ku nga kjo vlerë 57% ose 71 milion ton ishte vetëm poliester. Riciklimi është i kufizuar dhe nuk është duke u zhvilluar si duhet. Sipas një raporti nga ISAWA në 2025 thotë se riciklimi i poliestrës në 2021 arriti shifrën 15%. Por në 2025 ai u ul
në 12.5% nga 2021. Pra, ne nuk jemi duke zhvilluar riciklimin, por ne jemi duke bërë hapa mbrapa. Faleminderit. Përshëndetje, jam Ganjon Keçi dhe mendoj që një ndër argumentet më të rëndësishme për këtë temë është se nëpërmjet riciklimit ne ulim nevojën për lëndë të parë, siç u përmendet edhe pak më parë nga skuadra ime. Sipas një studimi në Amerikë, thuhet se nëpërmjet riciklimit të 1 ton letre, është shmangur prerja 17 pemëve, është shmangur harxhimi 26.000 litrave ujë dhe është shmangur harxhimi 4.000 kWh energji. Në BE, nga riciklimi është arritur të shmangen rreth 180 milion ton mbetje vetëm në vitin 2022. Në këtë mënyrë duke ulur përdorimin e rërës, shmyrë, shmërgurit e tjerë. Në këtë mënyrë ne mund të mos harxojmë ujë, energji dhe transport, që eventualisht gjitha këto faktorë në çojnë në ndotje detyrimisht. Atëherë, pse duhet i bijem nga rruga e gjatë dhe të ndosim, ndërkohë që mund ta shmangim problemin që në gjenis. Faleminderit. Përshëndetje Ndion, unë jam Nikolasi dhe të falenderoj për argumentin tënd, por do doja ta shikonim këtë temë nga një aspekt tjetër. Vërtet, sa mund t'i besojmë ne kompanitë dhe statistikat dhe çfarë ato na thonë neve? Sepse në ditët e sotshme, një nga teknikat më të përdorura nga kompanitë dhe nga firmat është një teknikë e quajtur greenwashing. Në të, kompanitë dhe firmat i japin produkteve të tyre etiketa dhe brandojnë atë si 100% të riciklueshme ose eco-friendly, por sa e vërtet është kjo dhe ku përfundojnë të vërtet ato produkte? Të gjithë kemi këtu para këtë gotë e cila ka një etiket që është e riciklueshme, por ku përfundon ajo në fund ditës? Sipas një studimi nga Kombet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2023, këto kohët e fundit, vetëm 9% e mbetjeve riciklohen, ndërsa mbi 90% e tyre hidhen në landfille, oqeane ose në ambientin ku ne jetojmë. Faleminderit. Përshëndetje, jam Vanessa Suta. Mendoj që nga ana tjetër përsëri riciklimi na sjell një përfitim shumë të madh, që është reduktimi i emetimeve të karbonit. Riciklimi është një proces efikas pasi sjell reduktimin e emetimeve të karbonit, duke kursyer energjinë që të duhet t'i prodhoni materialet nga lënda e parë. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, industria e riciklimit në Bashkimin Evropian ndihmon në shmangjen e rreth 300 milion ton dioksid karboni në dekadën e fundit, e cila normalisht është një shifër shumë e madhe. Për shembull, riciklimi i plastikës redukton 70% të emetimeve të saj nëse ato e prodhojmë nga lënda e parë. Në vitin 2020, vetëm përmes riciklimit u shmang krijimi mbi 150 milion ton dioksid karboni. Prandaj riciklimi luan një rol etik në politikat e mbrojtjes së mjedisit. Gjithashtu do doja të përmbyllja temën tonë me një shprehje, duke qenë se mbajmë argumentin pro. Ne nuk jemi zotërues të natyrës, por kujdestarë të saj. Nëse ne kujdesemi sot, do të krijojmë një urë për një të ardhme më të qëndrueshme. Faleminderit. Përshëndetje, jam Dea Aktona dhe mbaj qëndrimin kundër temës. Po, Anisa, ne mbështesim në fakt riciklimin, por ajo që ne po themi është apo bëjmë mjaftueshëm? Gjithçka fillon nga edukimi mjedisor i qytetarëve, i cili faktikisht nuk është integruar siç duhet në sistemin publik dhe arsimor. Ligjet dhe çdo mas tjetër mund të ekzistojë, por kur mungon një edukim i qëndrueshëm për riciklimin, sa i mundur do të jetë që qytetarët të integrojnë këto praktika në përditshmërinë e tyre. Pa ndërtim të mirëfillt të ndërgjegjësimit, zbatimi i ligjit mbetet sipërfaqësor. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, në 2022, vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë vendin tonë Shqipërinë, kanë nivel shumë të ulët të ndërgjegjësimit mjedisor, krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian që kanë më të lartë. Pra, pa një bazë të fortë informimi publik, masat ligjore, çdo mas tjetër mbetet e pjesshme dhe e padobishme. Pra, nuk do të ketë ndryshim konkret në masat e mëdha dhe si në nivel konsumator ashtu edhe prodhues. Pra, pyetja nëse ne po bëjmë mjaftueshëm mbetet me një përgjigje të qartë që është jo. Faleminderit. Skuadrave. Dhe pa humbur kohë do të vijojmë debatin me debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Sarën dhe nga shkolla tjetër Alicia. Do të bëjmë tani përzgjedhjen e qëndrimit. Sara, të lutem. Pra, qëndrimi i Sarës do të jetë pro, ndërsa qëndrimi i shkollës tjetër ose i Alicias do të jetë kundër.
Por cila është tema për cilën do të debatojmë në këtë debat të dytë? Temën do ta përzgjedhë Juria në këtë rast, duke qenë se nuk kemi më përzgjedhje teme, po vetëm qëndrimi. Këto janë zarfat. Kush do zgjedhë nga ju? Okay. Atëherë emigrimi është zgjedhja më e mirë, më e mençur për të rinë shqiptar? Pra, e përsërisim një herë temën. Emigrimi është zgjedhja më e mirë dhe e mençur për të rinë shqiptar. Është e qartë tema? Po apo jo? Po? Kush do iki? Mirë, 7 minuta kohë. Emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. Kjo është tema.
Po, jemi gati. Ja ku jemi? Do ndjekim këtë debat të dytë midis dy liderave të skuadrave përfaqësuese me Alician dhe Sarën. Do të jemi tani nga 2 minuta për secilën ndërhyrje, 4 ndërhyrje në total. Jeni gati? Keni emocione? Suksese. Përshëndetje, unë quhem Sara Qela, vi nga Instituti Arifujs dhe mbroj tezën pro temës se emigrimi është zgjidhja më e mirë dhe më e mençur për të rinjt shqiptar. Në këtë sesion të parë do dua të përmend vetëm arsimin si një nga zgjidhjet më të mira për të rinjt shqiptar. Dhe do thoni pse? Degët e shumta që mungojnë në Shqipëri, por ndodhen kryesisht në vendet europiane dhe më perëndimore të botës. Nisim këtu me antropologjin, shkenca që analizon anatominë e njeriu duke e ndërtuar me filozofinë që në fakt mungon në territorin e Shqipërisë. Gjithashtu mjekësia bioteknologjike, ku shumë të rinj nga shkolla jon që bëjnë gjimnaz të përgjithshëm janë mjaft të interesuar dhe të gjithë janë të detyruar ta studiojnë jashtë kufive tanë. Gjithashtu kërkimet në fushën tonë, ne si shkollë profesionale në fushën e elektronikës, të gjithë jemi të prirur drejt studimit të shkencave kompjuterike apo viteve të fundit e të AI, ku kërkimet më të avancuara dhe prodhimet nga këto fusha janë kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nisem nga ky fakt kur kemi kompaninë më të madhe ndoshta që ka prodhuar dhe inteligjencë artificiale më të madhe, OpenAI, një kompani që ka gjenezën e saj në Amerikë, apo kompanitë të tjera si Gemini AI e Google. Këto fusha janë shumë më të avancuara kudo përveç se në vendin tonë të vogël. Gjithashtu, kushtet e universiteteve kryesisht ndryshojnë jashtë shtetit, edhe gjithashtu ndryshon kurrikula, mënyra dhe prezenca e të gjithë shteteve europiane, kryesisht e Austrisë, është i njëjtë me sistemin e gjimnazit, ku studentët janë të detyruar të bëjnë detyra shtëpie me shkrim në fletore. Dhe kjo nisem nga përvoja ime personale, ku aplikimet e mia për të studiuar në Austri kërkonin pikërisht me një test se sa e aftë jam unë për të përqendruar në detyra shtëpie. Pra njësoj si fëmijët e vegjël në një shkollë fillore, për t'i bërë ata shumë të përqendruar dhe të përgjegjshëm ndaj orës së mësimit dhe ndaj lëndës që ata duan të studiojnë. Faleminderit. Përshëndetje, jam Alicia Blushi. E dëgjova vëmendje argumentin tënd, ama unë mbaj qëndrimin kundër. Unë mendoj se arsimimi i duhur është tek këtu te ne. Do me thënë, normalisht ndryshon nga vendet e tjera, por është edhe këtu te ne. Për shembull, marrim rastin e Gjermanisë. Atëherë, një vend i zhvilluar si Gjermania merr shumë mjek nga Shqipëria, infermier. Këtë e dim gjithë besoj, sepse shumë nga të afërmit tan atje jetojnë. Dhe si munden ato të marrin specialist nga ne, ndërkohë që ne nuk kemi kaq të aftë dhe kemi një sistem jo të mirë arsimor. Për shembull, Gjermania, që ishte pra një vend shumë i zhvilluar, kërkonte specialistë ne dhe pse mos ta zhvillojmë ne këtë fushë? Pse mos t'i mbajmë ne këtu specialistët? Të kërkojnë ata një vend pune këtu. Pse të shkojnë atje të punojnë atje për vendin e huaj? Pse të bëhen marionet e një vendi tjetër, ndërkohë që mund të investojmë për vendin tonë? Përveç kësaj, ti përmende për specializimin e AI, unë mendoj që ka specializim e AI këtu në Shqipëri dhe ka marrë informacionin e duhur për këtë gjë. Ka gjithashtu edhe 2 universitete për këtë. Dhe mund të them edhe për pjesën e ruajtjes së traditave, historisë dhe kulturës. Për shembull, ne e dim mjaft mirë se po të qëndrojmë këtu, ruhet tradita, historia dhe kultura e vendit tonë. Ne këtu mund ta zhvillojmë mjaft mirë këtë gjë, ndërsa persona që ikin atje normalisht e harrojnë dhe gjuhën, historinë, kulturën dhe nuk janë më aq të aftë në këtë pjesë. Ndërkohë që ne shuhemi si një vend me një histori dhe një kulturë shumë të pasur, pse mos ta mbrojmë atë? Pse mos ta shfrytëzojmë? Pse mos të krijojmë investime të reja në të, por shkojmë të krijojmë investimet në vende të tjera të Ballkanit apo dhe të botës? Faleminderit. Përshëndetje.
Faleminderit në fakt që shtruat pjesën e mbrojtjes së historisë, kulturës dhe traditave, sepse ne këtu kemi shembullin më perfekt ku në fakt emigrimi kryesisht i shqiptarëve ka rezultuar se nuk e humb këtë traditë. Nisem nga rajoni Belaria, një nga vendet më suportues për shqiptarët që ndodhet diku në jug të Italisë, ose ndryshe e njohur si Arbëreshët. Arbëreshët kanë shekuj tashmë që janë larguar nga Shqipëria dhe zotërojnë tradita dhe kultura shqiptare, ndoshta edhe më shumë se ne shqiptarët që jemi brenda kufive. Gjithashtu, ky vend është një nga vendet më paqësorë, me nivelin e krimit më të ulët të Italisë, gjë që tregon se dhe siguria është e lartë. Gjithashtu, dëgjova Gjermaninë, ku në fakt shëndetësia është një nga pikat kyçe dhe ku shumë shqiptarë shkojnë, shqiptarë shkojnë për të punuar atje. Pse ndodh kjo? Pse zgjedhin ata të emigrojnë në Gjermani kur kanë bërë ndoshta dhe studimet këtu në Shqipëri dhe zgjedhin të lënë familjet e tyre dhe vendin e tyre? Ju a them unë, sepse kanë kushte më të mira pune, kanë paga më të mira dhe kanë jetesë shumë më të mirë se në Shqipëri. Dhe për këtë nuk ka nevojë besoj ta diskutojmë sepse të gjithë rrethohemi nga njerëz që janë shumë më mirë ekonomikisht se familjet tona dhe jetojnë jashtë vendit. Gjithashtu, shëndetësia si sektor në shumë vendet e Europës, jo pjesë e Bashkimit Evropian, ndoshta të gjitha apo edhe Turqia, jashtë këtij unioni ka shëndetësinë falas, diçka që në Shqipëri nuk figuron, nuk ndodh dhe të gjithë jemi të detyruar të paguajmë edhe nëse një i afërm i joni është me një smundje shumë të rëndë. Kimioterapia në Shqipëri aktualisht është me pagesë nga Spitali Onkologjik i Shqipërisë, ndërkohë që në çdo vend të Europës ky fenomen nuk ekziston. Dhe në fakt, kjo është ajo çka i ka bërë ata të jenë më përpara se ne. Gjithashtu, më vjen mirë të theksoj se Vjena, kryeqyteti i Austrisë për vitin 2023 u shpall qyteti më i jetueshëm. Pse? Sepse është shumë më mirë ndoshta edhe se Tirana jonë, Tirana që ne shumë e duam, por Vjena siguron ndoshta një të ardhme më të mirë, më të sigurt për të rinë tanë. Atëherë, ti fole për pjesën e pagesave në spitale. Unë mendoj se pagesat në spitale nuk janë detyrueshme, domethënë çdo gjë është falas, por thjesht kjo gjë bëhet tërësisht nga korrupsioni, që është një tjetër temë që nuk duam ta zhvillojmë tani. Përveç kësaj, po flasim për pjesën e rrogave. Me që jemi qenë dhe në prag zgjedhje, ne janë premtuar se do rriten rrogat dhe mendoj që rroga është e mjaftueshme, nëse ti ke një kualifikim dhe ke mbaruar një shkollë të caktuar, ke gjithashtu edhe një rrogë të caktuar. Ne nuk duhet të krahasojmë rrogën që janë jashtë vendit me rrogën tonë, sepse atje mund të ketë edhe siguracione më të larta, edhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë. Pra nuk mund të jetë e njëjta gjë dhe nuk mund të hyjmë kësaj pjese. Përveç kësaj, doja të përmendja edhe pjesën e investimeve në vendin tonë. Kam dëgjuar se dhëndri Donald Trumpit do të investojë në ishullin e Sazanit. Pse duhet një i huaj të vi në ishullin tonë dhe të investojë? Pse mos ta bëjmë ne këtë gjë? Mendon që ne nuk jemi taft? Ne jemi taft, ne jemi goxha inteligjent për ta bërë këtë gjë. Mund të bëjmë shumë investime që mund të kenë të ardhura shumë për vendin tonë dhe mund të rrisim edhe pjesën e ekonomisë shqiptare. Përveç kësaj, ne e dim që Shqipëria është një vend në zhvillim edhe normalisht i duhet kjo gjë. Duhet edhe që të pranohet edhe tek në BE, duhet për shumë gjëra. Përveç kësaj, dua të prek edhe pjesën e plakjes popullsisë. Në qoftë se të gjithë të rinjt emigrojnë jashtë, atëherë këtu në Shqipëri kush do të mbetet? Do të mbetet vetëm shtresa e tretë e popullsisë ose fëmijët. Normalisht këto nuk e kanë atë aftësinë e duhur për të krijuar investime, për të ndikuar pra në politikën dhe në vendin e vet. Prandaj njerëzit nuk duhet largohen, të rinjt nuk duhet largohen. Ata janë agentët e ndryshimit. Ata duhet bëjnë ndryshime në vendin tonë, duhet investojnë, duhet qëndrojnë këtu sepse e kanë të gjithë formimin për të investuar dhe për të qenë këtu. Faleminderit. Faleminderit për argumentin, përshëndetje edhe një herë. Pikërisht ashtu siç e thatë dhe ju që ai fenomeni në sektorin e shëndetësisë vjen nga korrupsioni, kjo tregon se Shqipëria jon ka dhe një korrupsion shumë të lartë, përderisa ky fenomen është shumë i përditshëm në jetët tona, gjë që e bën Shqipërinë me një disavantazh shumë më të madh përpara zgjedhjeve që të rinjt kanë kur shohin hartën e botës. Gjithashtu, dua të theksoj se në fakt jemi një nga vendet më të shtrenjta aktualisht në Europë. Ne aspirojmë dhe jemi tashmë vend kandidat për Bashkimin Evropian. Prandaj ne duhet të krahasohemi me këto shtete në mënyrë që të kemi mundësinë të bëhemi si ata. Dhe po, ky krahasim duhet bërë sa më objektiv. Gjithashtu, dua të them se
Në fakt, Shqipëria është një vend ku pensionet janë shumë të ulta. Dhe kjo vëret me një shembull shumë të lehtë. Shumë shqiptarë që jetojnë në jug të Shqipërisë, po marr dy vende turistike, Dërmiu dhe Himara. Janë shqiptarë të cilët kanë biznesa atje dhe jetojnë vetëm 3 muaj në Shqipëri dhe bëjnë një luftë shumë të madhe për të marrë dokumentat greke. A i dini pse? Vetëm për të përfituar pensionin grek për pas moshës që ata nuk mund të punojnë më. Pse? Sepse Shqipëria ka pensionet më të ulta të Europës. Kjo në fakt tregon se të rinjt nuk ka një të ardhme, sepse të gjithë në fund të ditës, kur mendojmë për karrierën tonë, duhet ta mendojmë dhe pjesën pasi të mos kemi më mundësi për ta zhvilluar apo për të punuar në karrierën tonë. Dhe kjo, të them të drejtë, mua më bën të dritem nga frika, nëse unë nuk do të kem pas moshës që nuk do të jem afër për të punuar një të ardhur të mjaftueshme për veten time apo edhe për familjen time, më vjen keq, po ndoshta me keqardhje do më duhet dhe ta lë vendin tim. Faleminderit. Dëgjova në vëmendje argumentin për pensionet. Okej, mendoj se deri diku ke drejt, ama mendoj që po të studiosh, po të kesh një punë të mirë dhe pensionin të mirë e merr. Nuk është se do të kapemi vetëm te kjo pjesë. Përveç kësaj, unë dua të përmend pak pabarazinë sociale. Emigrimi shpesh herë na sjell pabarasi sociale, duke qenë se emigrantët e shteteve të ndryshme krijojnë ato pakicat etnike dhe bullizojnë jo për ngjyrën, për fenë, për prejardhjen dhe pse ne duhet të ndjehemi keq, domethënë dhe të diferencuar në një vend tjetër, kur fare mirë mund të qëndrojmë në vendin tonë. Pra pse duhet që ne shpesh edhe të distancohemi nga shumë gjëra, pikërisht vetëm për shkak të pabarazisë sociale. Mendoj se është një faktor shumë i rëndësishëm që nuk duhet lënë pa përmendur. Përveç kësaj, duha të them që sa më shumë të rinj të punojnë këtu, aq më shumë do të rritet ekonomia dhe aq më shumë do të rriten pagat dhe pensionet. Dhe për sa i përket korrupsionit, dua të them që jemi ne ato të rinj që po e bëjmë korrupsionin. Nëse ndryshimi fillon ka ne, besoj edhe shtetet e politika do të jenë mjaft gatshme që mos të ketë fare korrupsion. Jo, nuk kam. Okej, faleminderit. Atëherë, përshëndetje edhe një herë dhe të falenderoj për të gjitha argumentat. Nisur nga pabarazia sociale apo ajo ndjenja ku je pakicë në një vend ku po shkon, po, është e vërtet, por gjithashtu më lejoni t'ju them se më shumë shqiptar ka jashtë kufive të Shqipërisë se sa brenda territorit ton, kështu që kjo nuk mund të konsiderohet më as një problem kur ti shkon diku për turizëm dhe 1 në 3 persona që takon të del shqiptar. Gjithashtu, emigrimi është zgjidhja më e mirë dhe më e mençur për të rinj shqiptar edhe në një aspekt tjetër, ku shumë të rinj të suksesshëm, që kanë ardhur të rinj, janë të rinj shqiptar që kanë emigruar, ndoshta në vitet e eksodit të Shqipërisë në vitet 90 dhe janë kthyer në Shqipëri duke bërë investimet më të mëdha që ka parë ndonjëherë vendi jon. Dhe këtu flas për shumë shembuj në vende turistike si Kulla Bayraktarit, pronari i Merzit Zanave, apo dhe kryetari i grupit Balfin, Zamir Mane, i cili është një ndër biznesmenët më suksesshëm që ka parë Shqipëria dhe ka kryer arsimimin dhe themelimin e kompanisë së tij në Austri. Pra, diku jashtë. Kryesisht të gjithë shqiptarët që janë të famshëm edhe të suksesshëm janë shqiptarë të cilët një pjesë të mirë të jetës tyre e kanë kaluar jashtë. Dhe kjo është bërë në rini, sepse për të rinj shqiptar, emigrimi është një zgjidhje shumë e mirë. Dhe Shqipëria jon akoma nuk po na ofron këto kushte. Po, ndoshta do të vi një ditë dhe unë uroj me gjithë shpirt që ne do t'i kemi këto kushte, por sot për sot emigrimi mbetet zgjidhja më e zgjuar. Më vjen keq. Faleminderit. Atëherë, mendoj se duhet themi një shprehje shqiptare, kur i rënd peshon në vend vet. Normalisht, sa më shumë të rinj të jemi këtu, aq më mirë do jetë edhe vendi. Edhe për sa i përket pjesës së inteligjencës, për sa i përket shembullit që ti përmende, do të thotë që personi është inteligjent dhe pse jo atë inteligjencë mund ta shfrytëzojë në vendin e tij dhe jo në shkolla dhe në vendet e tjera. Mund të investojë këtu, mund të sjellë më shumë të ardhura këtu dhe kështu ngrihet edhe emri i shtetit edhe ekonomia e shtetit. Përveç kësaj, doja të bërja një përmbyllje të gjithë argumentave që unë thash. Mendoj se është më mirë të qëndrosh në vendin tonë, sepse
ruajmë kulturën, ruajmë të gjithë pjesën e ekonomisë, e rrisim atë. Nuk kemi pse ne gjithmonë të njihemi si shteti i cili ka më shumë plaket popullsisë, ka më shumë mosha të treta, duke qenë se mund të njihemi fare mirë si ai shtet i cili ka më shumë të rinj, ka më shumë ndryshime. Dhe mendoj se ndryshimi së pari duhet fillojnë nga ne, pra ne duhet qëndrojmë këtu dhe duhet përpiqemi sa më shumë që ky vend të bëhet sa më i mirë për ne. Normalisht edhe vendet e tjera nuk është se kanë qenë perfekte që në fillim, kanë pasur ato vështirësitë e veta, ma të rinjt kanë ndenjur aty. Nuk besoj se keni dëgjuar ndonjëherë që nga shtetet të emigrojnë në një shtet tjetër. Sepse ata kanë ndenjur aty, kanë përmirësuar shtetin e tij, kanë kontribuar për shtetin e tyre. Dhe mendoj që edhe ne duhet ta bëjmë këtë gjë. Pra ne jemi ato të rinj që duhet ta bëjmë. Faleminderit. Faleminderit dy vajzave, një duar të kitja. Tani është momenti që juria të mblidhet, bëj vlerësimin dhe të anoncoj pas pak edhe rezultatin dhe cila do të jetë shkolla që do të vazhdoj kampionatin kombëtar të debatit.
Portokallat, ku I kam portokallat? Hajdeni ekipi, hajdeni. Gjurt mbrapa. Gjurt mbrapa. Gjurt mbrapa. Gjurt mbrapa e na të gjithë, gjurt mbrapa. Dhe ti Nikolas. Lieku të pastaj Nikolas. Gjurt mbrapa. Ah, si pa dur. Irsa. Gati? 3, 2, 1. Tani me rekord. Po kjo është për skema. Unë në surës. Ja, Sara. Flajti. Hej, Sara do këndosh tani ti që në dysha. Prandaj të thirrë. Ne nisëm me plot energji të debatoj se duke kënduar. Po relaksonin trup se do bëj intervistë Sarës. Sara nuk ka si gjë që I vesh. Ka problem Briana, do diskutojmë se ta. Okej, bëjmë I gati tani për të marrë edhe rezultatin përse I përket performancës, padyshim edhe këshilla apo sugjerime nga juria përse I përket vazhdimësisë që do të ketë skuadra që do të kualifikohet për fazën tjetër. Kush do të marrë fjalën? Unë dua t'u përshëndes dhe t'u falenderoj të dyja skuadrave, ishit realisht shumë mirë duke marrë parasysh jemi në fazat eliminatore dhe për fat të keq në këtë moment dikush nga juve do të rhiqet dhe do shkojë në shtëpi, por për t'u rikthyer sërish vitin tjetër me shumë shpresë. Do doja t'u falenderoj të dyve dhe kam vetëm një koment të vogël për gocat e Krujës. Do doja që të keni pak më tepër grind në momentin që komunikoni dhe në momentin që përballeni me folësit tuaj, do të thënë atë mendim dhe atë opinion që keni ta shprehni dhe të jeni shumë të sigurt në atë që thoni.
Pjesa tjetër dua t'u komplimentoj për sa i përket kësaj pjese për të cilën citova te grupi tjetër. Gjithsesi do t'ju uroj të dyve shumë suksese dhe do e kaloj tek gocat që të vazhdojmë më tej. Atëherë si fillim unë ju përgëzoj të dy shkollave, ishit shumë mirë, të paktën në gjithë debatet që unë kam ndjekur deri më tani. Mund të them që kultura e debatit në të dyja grupet ishte goxha e lartë. Kështu që ju përgëzoj të dyja shkollave për punën. Mbi gjitha njerë duhet përgëzoj edhe të dy zyshat, sepse fal punës së zyshave dhe përkushtimit të tyre, ju keni arritur në pjesën e diskutimit shumë konstruktiv me njëri tjetrin. Unë nuk do jem kritike, por do ju them disa gjëra, sepse si njëri grup, si grupi tjetër, në debatin e grupit ishit goxha lartë. Përdoret fakte, përdoret ARN, komunikuat me njëri tjetrin, kishit shikimin midis njëri tjetrit, do të ishi shumë korrekt, por ndonjëherë ishi shumë strikt dhe një ndër pikat kryesore, besoj që edhe zysha ide në trajnime ju a ka thënë, është pjesa e humorit. Kështu që në momentin që diskutonit, mos qëndroni vetëm statik, por të keni edhe pak atë pjesën e komunikimit dhe humorit me njëri tjetrin, sepse ju bën akoma edhe më të bukur nga që jeni, sepse realisht jeni shumë të bukur dhe ju përgëzoj për këtë gjë. Pastaj, në diskutimet e grupit, debatin e grupit ishit goxha mirë. Përsa i përket diskutimit të liderave, mund të them që vendosshmëria e Sarës ishte goxha korrekte, një gjuhtrupi shumë e saktë, një komunikim shumë korrekt, pa emocione, shumë e vendosur dhe duke mbrojtur argumentat deri në pikën maksimale. Përsa i përket Alicia, të mposhton në emocionet. Mos lejo asnjëherë që të biesh prej emocioneve, sepse vetëm në momentin që ti arrin atë vetbesimin, që është një ndër pikat kryesore të debatit, do arrish edhe ti bësh ballë pjesës së kundërshtares. Ishte shumë mirë. Një vërejtje kisha për grupin, sepse ndërhyt i tërhoqit vëmendjen, e emocionuat Alician dhe e humbi paksa atë fillin e diskutimit, por duhet përgëzoj thjesht, duhet punosh akoma më shumë me pjesën e vetbesimit. Ju përgëzoj të dyja shkollave, ishte shumë të mirë. Përshëndetje edhe nga unë, sigurisht do nis me një inkurajim edhe me një kompliment të ndjerë, le të themi, për debatin që na dhuruat. Më lejoni t'ju them që ishte një debat shumë i mirë. Unë jam mendimit që emocionet janë gjithmonë të bukura, sidoqofshin ato, ne jemi njerëz dhe mirë që kemi emocione dhe këto na bëjnë që ne të dallojmë. Sigurisht debati ndoshta është formati i tillë që këto emocione të kërkon që ti përthyesh, por absolutisht është gjëja më e mirë që njeriu ka. Nuk do ndalem shumë, do ju them vetëm dy gjëra që unë i kam shumë të rëndësishme. Në nivel grupi do kërkoja pak më shumë bashkëpunim, ju lutem, sepse njëra nga skuadrat sigurisht që do vijoj me sfidën dhe duhet i ketë parasysh që të gjitha këto që ne po i themi tani, ti përmirësoj në mënyrë që të vijoj më solide në debatet tjera. Keni parasysh, në tentativë ndonjëherë që t'i ndihmoni, i konfuzoni. Duhet jeni shumë të qetë në mënyrë që të bashkëpunoni sa më shumë me njëri tjetrin. Tek respektimi i formatit, ju lutem, mos thoni faleminderit dhe përshëndetje dhe mbroj qëndrimin pas çdo ndërhyrje që ju keni, sidomos ju që i vini nga një eksperiencë më përparshme e debatit. Të tërheq vëmendjen, të ha kohë, ju keni 1 minutë kohë në nivel grupi që thoni ato që ju doni të thoni. Nuk është e nevojshme që të përsërisni gjatë gjithë kohës qëndrimin që mbani, vetëm i pari. Dhe do doja të thoja që sinteza në fund tek këto dy grupet, por Alicia le të themi që e bëri atë të veten. Ndërhyrja e fundit është ndërhyrje sintetizuese, që do thotë konkretizon të gjithë pikat që ne kemi dhënë, qoftë në nivel grupi, qoftë në nivel lideri. Nuk do ndëzgjatem më shumë, dua vetëm t'ju them që uroj që nga ky debat këtu të merrni një lloj spundoje që në debatet në vijim t'jeni sa më solid dhe t'jeni sa më konkurrues. Keni parasysh diçka? Nuk ka të humbur në ridebate, ka vetëm fitimtar, sigurisht për shkak të formatit njëra shkon përpara. Të dy skuadrat filloni dhe debatoni me çdo që keni, po duke pas parasysh shprehjen që unë e përdor nga fillimi i ridebatit deri në fund do i qëndroj besnike, debaton mirë kush debaton me rregulla. Atëherë, shkon me një diferencë të vogël pikësh në fazën tjetër, Instituti Profesional Harry Fulls.
Mirë, faleminderit Juria. Sikur se kemi kuptuar tashmë, kemi 2 çerek finale, të cilat janë përcaktuar sipas skemës së një kampionati dhe shkolla Arifuc do të debatoj ditën e 3, pra pas nesër, me shkollën Asim Zeneli nga Gjirokastra, ndërsa Sami Frashi me Nahim Frashin e Durrësit. Shumë faleminderit edhe një herë. Suksese për mëtej. Shihemi.